Luana Vjollca, për shumë vite nuk i është ndarë ekranin. Ka provuar të bëjë shumë formate të ndryshme, duke konfirmuar që mbetet ndër moderatorët më të mira në vendin tonë, por me sa duket, ky vit ka qenë tërësisht ndryshe për të. Moderatoren këtë sezon të ri televiziv e ka gjetur veten pa një format. Ndonë se ka pasur disa kërkesa dhe krijime të saj, por kjo nuk do të thot as pak kohë pushimi për prezantuesen. Burime bëjnë me dije se tashmë ajo është duke provuar veten në një tjetër sektor, atë të aktrimit. Aktualisht, Luana është bashkuar me aktorët për një rol protagonist. Këtë herë, ajo do të jetë përballë aktorit Nik Xhelilaj. Në një komedi aksion që do ta sjellë për herë të parë në rolin e aktores, xhirimet kanë nisur, ndonë se lajmi për pjesëmarrjen e Luanës është duke u mbajtur të jetë diskret për të surprizuar fansat. E teksa të shumë ishin ata që prisnin që rikthimi i saj në muzikë të ishte më intensiv këtë periudhë, Luana vendosi që të përqendrohej tek biznesi, por natyrisht që nuk kanë se si të mungojnë pyetjet për të, shpesh edhe në llogarinë e saj, për një rikthim në ekran, por duket se edhe këtë herë prezantuesja e dashur nuk do të ketë mundësinë të moderojë formatin e krijuar prej saj. Sa kaq, Luana ka paraqitur zyrtarisht platformën e saj për të prezantuar festivalin e këngës në RTSH. Një prej eventeve më të rëndësishme muzikore në vend. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.